kunata. Ato dy kunata I kanë bukur do mendime për njëna shoqen, edhe unë do t'ju tregoj pak se çka folin ato për njëna shoqen. Fillojmë me Zvicrën. Përshëndetje, unë jam Mimoza, unë jetoj në Zvicër, proprio me përjardhje jam prej Kosovës. Do më thonë, unë në jetën teme I kam dy shtete. Një shtet ku unë paguaj taks, edhe një shtet tjetër ku unë paguaj drekat e kunatës. Se kunata jeme e ka një teori shumë të bukur ekonomike, jo në Zvicër. Keni pare? Pona kemi pare. Po ato pare nuk janë tonat, ato pare janë të sigurimeve, ato pare janë të qytetit, janë të firmave të ndryshme. Po qështu, ata në Kosovë mendojnë për neve. Ne të më thirrin telefon me aboni që po bani janë deka Zvicra. Po punojmë. A peta! Po normal se nuk është Kosova si Zvicra, ku Zvicra si Kosova, më falni, ku dita fillon me kafe, e vazhdon me kafe, e mandej për mbyllet me një kafe, për me marrë vetën për asaj kafes që kena pi ma heret. Pyetane ti qa po bën bre? Ta qava në dola me kunata me pi kafe. Se cila gru në Kosovë, nuk e dija keni ditë, ka nja 3 kunata, e ka nja 4 kojshike, nja 5 kushërina me cila dalin për dit me pi kafe. Ton ato kafe që I pina ato valla, zor është një dalë buxheti I Ministrisë Kulturës. Po ma e forta është, kur kunata jeme, ma bën e personet, pse bre kunat, kur po hem diçka me punu. Ma buni tha, a nuk moj me punu bre se po mirën me fmi. E shoj juve nuk ju do këtë interesante, ja mirët me fmi gjithë qka në regull, po fmit e kunatës teme, Rita ka emrin, I kanë 17 vjetë dhe 19 vjetë. Qka po mirë është me ta, I ka jau pastron TikTok-u në Instagramin me fshisa. Nese, thot. Qka me punu? Qështu nuk ka fort vullnet me punu, po ma e mira është kur ajo mu mundohet me mësu qysh me jetu. Ajo që len kerin midis rrugë, edhe vetëm I lëshon 4 sinjalet, e blokon kam qëtë komunikacionin edhe I do këtë vetja që në regull është kështu. Kur unë najherë kritikaja ma bën, a I bre ju të Zvicrës jeni fort regullt. Dhe qysh edhe kur ecë një herë si me kont, shtim të ngrimin shtik. Ma bën, normal më I motër se na me lon kerin ashtu, neve na vjen gjova që na bën neve me malku bab e babgjësh, pse ka mbonjë një tjetrin, e pse atër ka ardhë rada me të bo ty. E qështu valla me qëta ashton, bëjnë hajgare me neve, e na kritikojnë neve, po apet o redu kunatën teme, apet e du qurën. Se one kur shkojnë në Kosovë kunata jeme vjen aty e mbret mu te, nuk e di, a ju ka rona e herë me parë, juve me siguri ju presin familjar të juve në aeroport. Po mu kunata jeme mbret të shkallët aeroplanit. Po mdohet edhe veti qëtë shkallët aeroplanit, a janë dhveta, da nuk e di qa puna mësaj të shkallët e gjoja dhe rabe më zaton busqeshjen. Mirë se erdhe në shpi, e të shëndrohet në Ministre Turizmit. Po me mu si sponzore kryesore, pa gëgjet, kuptohet. Hajde motër, hajde shkojmë këto, hajde shkojmë atje, jo restoran, kafe, akullore, shopping. E në fond atër kër na vjen fatura, e merë, e qi, analizon si me konë në dokument historik. Qëtë, linë shtyn ka anë e pagujet se ti e në Zvicër. Këni pare mos e koret Zvicrën. Po në Zvicër janë pa, jënë bankomata, që ke puna. Që shohë njerës dashun që kunata jeme, o më plasë. Mi bën nervat si telat e qiftilis ka fundi kongë Zagrebit. Po që ju thash, prape du se sohe shkoj në shpi më pratë fort mirë. Më ka për qafe e ma bon motër mirë se erdhe në shpi. Po tani shtonë, e që dhe diçka të vogël bre.
Kishe mujt herën tjetër ku të vish për Zvicrës me hapru mja e fajnë. Se ju atje e keni originali neve po na dalin falca dhe fill po frishen. Qështu me qdashën në familjen Kosovë, kunata e Zvicrës e ka një pozitë shumë veçantë. Ajo nuk është musafire, nuk është familjare, ajo është projekt investimi. Kjo është kunata e Zvicrës. Ta ndëgjojnë pa që ka për të thonë kunata e Kosovës. Mirë dita, përshëndetje. Unë jam Rita. Edhe unë e kam një problem shumë serioz. E kam një kunjat për Zvicrës, edhe ndoshta ju e dini çka ka të bëjë me Zvicër, është tepër serioz, se ata janë edhe veshtu, si orët kur disne. As me kesh nuk keshin. Shto, si ju. Serioza. Se me bo me kesh atër ju rrudhët ftyra, e mas nëjë do të me investu në botox. Pa këtë ju kini pare për balenje dhe ata. E që kesh të ju thonë, e kam një problem, e kam një kunjat, jo veç kunjat, po kunjat e Zvicrës. Se ata të Zvicrës atë janë qëtër kategori njerëzish, se ajo mu më thirë në telefon, më thotë të vinë shpet, po veç një 3 ditë, se kam termin. Diaspora, di shka kanë në këto termine, për gjithë shka kanë termin, jo kanë termin. Për me shku minajt dhëmë, jo kanë termin me shku në bank, jo termin për qanë, termin për matë, bësa termin për pulje, termin për peshk. Pëndohë edhe termin për me u stresu bujnë. Kalendarë shkujnë e marrë të ora 2, stres. E ajo ma e forta është, kur ajo kunjata jeme vjen në Kosovë, dishka që duhi me ditë për kunjatën teme Mimoza, ka emnin, ajo kur e dojnë në Zvicër, o dojnë e rritne, e pjekne. Besa djegë në mërokone shkromume, se jo veç e pjekne, e tash, ne u ka do me mend Zvicrës, vjen neve këto e çuditet me mënyrë që shpejetojmë në Kosovë. Vjen ajo fillon kontrolli, hene në shpina bën që shpejetoni ju pa geshir shpyher. Shkata, ajo që t'i lani e nej, tash jo jetojmë fort mirë se kemi 2 durë. Fort mirë jetojmë, i dajmë endë me dorë. Tha jo vallat e na në Zvicër kërkush të janë endë me dorë ma. Ashtë pej motër, i Zvicër të ju loptë kanë pasaporta. E njëve tek qëtash na i kanë hedhë viza. Si krasime pa lidhje. E qështu ajo vjen në Kosovë në bëhet inxhiniere, komunikacioni, del në rrugë në bë pse pe parkohi jo qështu, i thash. Se kem talent. Ja parkohem ku dojmë, edhe kur s'ka vend për me u parku, na marrim vend vetë, se jam kreativa. Jo vallat e na në Zvicër me parku keve në qështu, na vjet gjoba, në e thash, jo vallat na me parku keve nga bim dhe njerit para dhere me alojnë, dhe aty na i zot njeta, po. E stani me motër, stani e shtyp keve, një që me s'ki gajte. E që shtu ajo loqka, vazhdo me krasime, jo të në Zvicër autobusi vjen se kanë, ta shoha të në autobusi vjen kur ta këtë pi, shoferi autobusit kafen, e ti këtë thonë një atë ka herë cigare, shak me ungull, mës ta kanë një detë në fasa. O ma e forta, kur ajo e njëse full për rrugë, dhe nga tha, një punëtor e thjesht, me rrugë janë 4.000 franka. Okej. Po mas në izdi shka o qova veta, thashe, qiran, so a paguni, tha, 2.500. So, e sigurimi, 600. E rrujma, 400. E i kreu krejt, kër e një në shapagun gjatë krejt mujt,
Ja nisi ajo kaj, e kaj ajo në mërsapet më dhemët. Thash, shtitoren në gjithë që të nëzjerën janë 20 euro t'i jepë, në bile këni majtë i shka. Pa atet më kujtu fundi mujë do të me pagu internetin e lash. Qështu e vjeta mas në e thash, me mimoz, a del një mërna i herbile na i burek në ongër, këtë shpirt me knaqa për shka përnojem. Tha, ja, burek hajmë për vim në Kosovë e në Zvicër majmë dietë. Normal me qyqe që mani dietë, mas të në aty në fatura shka momi me hongër. Ish një kapshit fatura, një li me vaj me hongër që ato. Pra njerëz në Zvicër, gjinja punojnë shumë, e lodhen shumë, e paguajnë fatura shumë. Mas në e vinë të në Kosovë, rrasin burek sa të mujnë, linë kafe, e na kritikojnë neve, pse na s'pe punojmë. E jo që pe punen e një mira, është një vetë mirë. Jo kanë përshojt diasporës, jo fizioterapia, jo kryopraktika, a një mirë, po të jo. Shame pununa, si kom lje zotit me zarë, tu me bosa fa. E jo punani për njeve. Po dhe dishka që është shumë e fort me kunatën të me që kalzova ajo kur është marrë në Zvicër, është shumë e rrit me pjetre dhe më thonë, po thash ma ka harru Shqipe, në për na shtin ka i fjell aty këtu e Gjermanisht, kishe me na karëzu që është jashtë. Një vetë ma boni, e tha, shape hajmë për dorë, tha, një pa gjdo gemyze, kishim shtin vurë. Atëherë, përdorë që si fjell, jo që ta ma ka bo burë i gëshën, e jo vitin qeter doj me shku në ferije në Japan. E jo sot nuk dojnë në punë e bona krëm, e që si fjell, e me rëmja juve, po, u ke kulmi, kur ke herë në fundet në Kosovë që kanë zgjedhje, fatë me shku me vazhdu letër njoftimin. Në ma bonja, do të me buan me ldong me shku në E që atë të dorova, ma e thash, motër, Allah i lidje, ja fëll Shqip, ja fëll Gjermanisht, se shqip të më dokë, se një farë Google Translate, me grep. Me grep. Apel për njerës, për të du për natë e mbeme. Se sare vjen në Kosovë, neve na vjen qokolada. Edhe kësi qokolada me ljethia, në baja. Edhe se kur vjen në Kosovë ja bëhe i gara me neve, apet si apet hanë 2 herë ma shumë flisë e one. Se në Zvicër gjithë shka në legal, jënë të natë mira, po flisin në Kosovë nuk kanë pashadate. Pra, për me përmledhe dhe një herë mendimin që këto dyja kanë për një nashoqen, e kemi përgatitur edhe një këngë vogël që na tregon bukur se qysh e kanë këto dyja raportin. E ftoj Begjetin që ta bëjmë bashkë këngë. Una
Jo për qefin tim, po sepse kështu ka dashur regjisori. Me vjen shumë keq nga ju që në vend që të merrnit bashkëshortën apo edhe dashnoren. Ose jeni edhe trima më të mëdhenj dhe Maraklita Jakut merrni edhe shoqen edhe dashnoren. E shkoni në një shfaqje serioze. Shikoni ndonjë film romantik. Po vini këtu dhe qeshni me një burr 50 vjeçar. Baba i 5 fëmijëve. Unë jam nga halli këtu, sepse për ata që nuk e din, regjisorët janë njerëzit kërkojnë tjetën se kemi më shumë se një regjisor këtu. Regjisorët thënë më but, janë njerëz pa shpirt. Ata trajtojnë aktorët si sklepër. Dhe është më keq kur një regjisor është nga ata dhe aktori nga ne. Sa nga ju këtu jeni nga ne? Sa nga ju jeni nga ata? Shumica absolute nga ne. Le të vazhdojmë lojën me regjisorët. Pra mendojeni ju se të kesh punë me një regjisor të krisur kur vije me 24 faqe material para 2 ditësh dhe merresh jeton tekstin dhe shef në 47 vende qëndron fjala gërnaq. 24 herë muajt e budallenive. Kësaj radhe ishte kursyer vetëm 18 herë fjala shacat. Merë. Por, si që dini, ka gjithmonë dy anë të medaljes, themi ne. Edhe neve na vjen dita. E pastaj ua tregojmë qefin. Si që kemi filluar t'u tregojmë. E t'u themi se na vje keq, por ja që fëmijët janë rritur, ka obligime shtesë familja, pastaj ka vendosur më vlla që të blej shtëpi këtu. Dhe janë rrudhur pagesat për të keqen e atyre. Se ne jemi ata që me kredi, ama as ata nuk po ja lojnë mongut. Edhe ata kanë kredi. Bile që është më interesante që të ne në përdorët një formë e ti dhe kredis. Atje merë puna kredi për fustan të dasmës. Po s'ka faj e shkreta, sepse a vishet një fustan çdo 2 javë. Duhet tjetri. Dësa këto qura tona, s'ka dalë, shkojnë ashtu. Po normal, pse më shku më maskuhet shkret. Fakti nga ata. Mos e ngrit dorën edhe një herë se që shikon ashtu. Nuk dija që ambasada ka truproje këtu. Qëndron ashtu. Merë frim zemër, merë frim. Është nga ata. Ku e kisha dhafin? Për ata që se dini, unë jam Ramadani. Ko që i gëtë për kjo emën. Ama besoni është pa fojnë ti. As që më ka vit kush a pedon as pedon.
Para mendojeni para 32 vitesh ku ka marrë për herë të parë në Gjermani. Dhe filluam punë në Bashkështet. Për ndryshe për ata që si di, unë jam një bagërist i dëshmuar. Dhe ka pasur ca kartela që i blinin për ato shitoret e arabëve apo turqeve. Kanë qenë disa koda 28 numra me shtyr ata. Ha? I keni provuar? Bravo. Edhe i shtyn ata tash 27 numra ajo kartela, edhe ja 18 numra i Kosovës, 72 numra të bëshin deri sa hikin lidhje. Edhe aty shkruajke 10 euro, 20 minuta. Edhe ty, normal 10 euro, 20 minuta, më me vjen nënën e tezën gjyle. Noqi. E mërëshe tash deri sa thëshe, oj Leon, Ramadani jam! Jo, Ramadan, i merke 4 minuta. Edhe si të ishe me vi, që shini pra, jeni krejt mija, dhe të gjë jeni par, singlime, të shkoj ke vishin. Si shenë paralemu të shkuan impulsa. Jo, dikure e kishe problem. Foti unë që erdhen ta biberat e WhatsApp-at e... Ja, tash në që shmake. Tash, gjithë të mërkur e thirit e zëngjyll. O, e shtroj më abetin, ata Gjerman bishko t'ishe njëk nej. Thamë sa të kulturu njëm ta. Nuk kanë qetë me ngu bisetet e tona. Edhe pytin i ti tash më bërë. Vesh me ditë pse thash ti herështirë, barë unë të ime vegeni nish mani të zëgjylla nufe. Barë unë të ajnë fakt vegeni, si s'ka problem, vi rejtë normal, vi fragën biges, tani kinta biges, tani mahalën biges, tani kushrinë. Ish një shlim, vi hapën tajnë. Shikoj ishtë të ftofti që janë të ftofti. Da, ich kann deine Geschrei nicht hören, du Geisterkranker. Der merkt dir, ob ich jetzt schon Telefon. Ama kemi za notë, di qysh në këtë notë, e një ato e ka një vleon të gruën e ti. Edhe, ku i bje telefoni, ja është i irë. Dhe mua me duhet të përtas për shkak të juve, jo se ka bërtit kjo. Po që dëgjoni ju atin. Haj. Du, sagst mal Markus, wir fahren nicht mit auf, wir fahren am Donnerstagabend. Okay, alles klar, tschüss. Hey, pa, shurët ma telefoni me një qys? O, pa i thonë, spara me nonën, ruj me nonën, që qyset ka nona. Ty dosh me, e thush, haj, tung dhe njerë, tash, qish me thonë, qish me fshemë unë i pari, që t'jo problemi. Se t'atë mashimi, thira, ja t'i gjëgjim. Ta në përbirë si ki posa në për mashimë që shkesh, ati tizet s'fa petlat ka bon. A i harova të petlat me mjallë birja ma, edhe t'ja dhije për ti ka potetja. Jo qëtë pozit keqe. Përbis qëtë pozit... Qëtë, mos bëjmë në laktu. Për polu jam unë tu. Da qërëve mi herë mirë. Shumë. Du ka si e halli këtu? Aha. Goed. Middag? Entschuldigung. Asti. You are welcome. Kështë për di unë e mirë për gjithë. Edhe, që të mos e atërojmë gjendjen shumë, sepse pastaj këta regjisorët janë njerëz të ndishëm të shkrejtë. Janë shumë të ndishëm, e sidomos kur vinë nga ata. Se ne nga ne jemi më tolerant. Ne jemi të qysh, kemi filluar një pak të ftofëm, ja? Jemi bërë pak ma. O, për para, vike doja s'ka, cigaren, tavlen, që të tu, gjykymin e qajt, krejt tana. Tash, doja jam i shkejt i gjatë e 8 vjetë. Për i thëmë gruës o i gruë marë me doja, tavlen e dohonit, salat. Sa valla që tavlen vesh tu ka vizatu në gjytë bali. Po e miri i zemër, mos më qenë pozitjeqe se doja është konservativ, jetë hotëri. Morë të merë dojen e
E ti në Balkan, dha mos më nxerë të lashin. Pa, unë jam shumë i kujteshëm, ja, pse më humë dajk pa lidhja, ti nuk ja blin. Edhe përsa thoj, është, pastaj unë 2 herë edhe topla, pëhet, në me blivet, pastaj dhe i vizatuar. Se e një ka që ishte ju, keni projektuar një që të ty? Tobla të sërë dhe i ka në. Qiko, kjo tema ne dhe ata shpesh herë banalizohet. Që të kemi pa kujdes që të mos ndihemi ne dhe ata. Për të sqaruar ne dhe ata, ne jemi ne. Por në ka enda që të thejme pa ata janë kështu. A ki pa si bon, 2 shqiptarë për shemë unë dhe Abdiu jemi miq që 30 vite. Kur gjëtë keqës kemi pasë. Që 3 vite e gjysë që njofim Veliun, kemi fillu ka pak më. Se kemi vjeni treti, ne. E kemi zana. Hajtë ta provoj diçka, se i këmë thonë ti, unë ka thonë kë. E fsha lutë, bëni shka të bëni me shkatër. Qështë, si është e kjo dhe? Thashë. A unë bëtalë s'pi dikna. Dhe me thënë, Leni thashe thëmë, bëhuni njërës për parimtarë. Luteni ata. Luteni edhe ata. Që të marrin shembull pastaj nga ne, që të falim pak më shumë dashuri e mirëkuptim, se sa ja valla çek kanë ata prap rajti që më që tam të sana ne më le 200 frank. Mi zbut pak raportet, se nuk largohet dot 100 nga thënjet, ka thënë gjyqja. Prandaj ata pa ne janë hiç. Ne pa ata jemi të humbur. Duar të rrimë. Bashkë tolerant. I thëmë miris gjithmonë këtë fjallë, por kërteria nuk ndalet. Me gjitha të, mirë është puna. Desha të thëmë që këto gjëra që i themi kështu, nuk i thëmë, ka të në fare. Me patetizëm, ne jemi bashkë, ne jemi, jo sepse na duhet të jemi. Tani do e bëjnë një tragedi. Ja, shikojni këtu, tyrat e komisiorat. Në komedi jeni, o, njërë. Mos keni halë. Alla hile kush për juve ka hypë ma vonë balon. Në aeroplan, në avion. Para dje. Para dje. Ja ka që e thyllë ma herë që ti. Kush u këthuj dje? Falni më gjema se plasit i dojnë. Bati Bardhet si kalove zemër? Mirë shumë. Am të regon dishka shumë sinqert. Në momentin e atërimit të avionit, 324 pasagerët dhe ti, 325, a u mundu me dorë për një sekundë krejt për herë? Vërtet është. Po une zakonisht ullna dhe i preston kur dalin atër dalin. A është e vërtet. Tonë mundohen për herë me dorë. A kishim mujt me përmisu nga këto? Po. Atëherë, po jo të regoj një rast. Ama na, kur flasim me ne dhe ju, mos mendoni që po flasim për a vetë se gjaku. Jo zemra. Nga të gjithë shqiptarët, gjithë ku jemi, ne një jemi. Po kemi për ne dhe ta, se kemi në këta vëllezër këtu nga Shqipëria të na, Kosovarët, janë pak të trashin nga koka. Dhe, një për të keshë, kuptona për S'është vërtet po. Jemi blazer, jemi. A, nuk thashë për Shkodra në gjemë. Të lutëm shumë, Shkodra është e paprekshme. Në Shkodër është qendra kulturës sot. Po veç në Tirana po thot jo. A rekord.
Që t'i kthejmë i muhabetit. Zonë ndëruar, nuk kemi ardhur tu për të dëgjuar nga ju se cilat nga qytetet e Shqipërisë janë me të mëdha, sepse si Progradeci, si Rahoveci për mua Ta kemi të qartë një herë mirë, unë flas për Shqipërinë këtej dhe për Shqipërinë andej drini si shtoshte drejtori i bektej ju duhet po ta muhabetin. Aeroplan. Po. Nga Palermo në Tiranë, kompania Ryanair, apo? Mos më lem rajta ina si është? Ryanair. Edhe unë dorë në zemër isha shumë i lutur se pash shumica e njerëzve ishin nga Shqipëria, do themi ashtu. Dhe unë me mirin tem, dika të nartë Rahovetit, nga taksi, edhe ti qish, të të këvite si më konë turist në avion. Dhe pse, të 5% shqiptar, ishin sa italian që vinin për pushime. Edhe flutroje avioni diku 20 minuta, 25 minuta ashtu, arritëm Tiranë, në aeroportin ndërkombëtar në Tereza, çfarë në bukur. Edhe me të zbritur avioni. O zot i madh, unë e kam, jo që jam ashtu, që lexoj shumë, po e kam pak edhe për reklam, që kur shkoj në avion, marrë një libër, dhe lexoj, deri parasysh. Është bërë mo që tani tumbi vetën në telefon dhe qikon në TikTok dhe që është me keq që po në i Big Brotheri. Që që i qmendër jemi një regjisor apo jo. Dhe ajo që është më nëvëritshme në këtë rast, regjisori më kërkuar, sa më shumë budallaki, aq më shumë followersa. Budallaki, se budallakia është në formë. Mos fol do të gjëra të mençura, mos u bëj budalla, se bën do ti të mençurin. Bëj budallarin. Okej. Ja shikoj, dhe ajo është regjisor. Shikoj një atë fizikus. A nuk është hajt për Ramadan? Eja, të lutëm, eja. Të lutëm, Lumi. Eja që të ushef të popë. Fatlum Haziri, regjisor me profesion. Po, a nuk është Ramadan ky? Nuk i shkoj ka. Për ndryshe, ky nuk punon me regji, po është ekspert i pylltarisë. E keni parasysh këtu neve, bën një zana maler, kur pyet njeriu çfarë punon thot maler. Po tjetër të ti bageris punon. Kosovë vjen, hyp në aeroport, merr një makinë, hyp në taksi, përsa ti zot një thot unë jam me bachelor. Bachelor? Po thot, kam fakultetin e Kryin, kam studimet post universitare. Po se vërzema s'punon ti diku në ministër, ja diku. Ja, s'paguhet thot. Taksi fiton më shumë. Që është me e keqja, edhe e shankisti, kur porosit ato macchiato që i pini. Ka shumë fakultet. Ka dhe prej tyre të shkretëve që edhe do punonin një punë të shtetit. Por ja që nuk e kanë kërkëm të njofë shumë politikë. Dhe mbesin pak sa anësh, apo jo. Këtë e kanë keq ata. Ne e kemi më mirë, besoj unë. Dhe këtë duhet ta luftojmë ne që ata të kuptojnë se njerëzit e duhur në vendin e duhur i shërbejnë vendit më së miri. Shko, shërbej vendit, të jetë turprojnë. E kësha ftulla një regjisor tjetër, po ajo është i Kaçanikut 1,27 m, nuk e shef. Prandaj Bekim Guri, faleminderit edhe për prezencën. Nuk e shef.
E ku e patëm llafin, qa ka mërzimë më ndërprej që shtu ko paskove. Ku ishim të avioni, po. Dhe me thënë, mos ma mërë në këtë këtë që i lutë. Atërroj avioni. A ina, këmbete, iku a ina. Dhe, unë, halo si libri, e veja të shenë ndalu se faqe 28, ose 34-5 parët i qej kështu, apë kanë këshëm i konë lizune, lizime si proces. Edhe, halo si libri dhe, me një të vitur kokë, ashtë sot i madhë, këta qenë kanë si ne. Edhe pa një pa ty. Marë një kontakt, shikim të kështu me gruan, thëmë, miri, çfarë po ndodh? Shoh një zonjë. Nga mesi 40-ave. 7 lot. Nga 2 use para meje, kërkon të merë çantën që kishte goxha mas mije. Dhe njët mua një të shtyrë. Dhe për një moment po ka më shkështu. Dhe fati im që nuk ishte me këtë. Dhe tashi ajo që ndroj gjatë sepse nuk e të ishte çantën. Dhe miria ishte pak momenti si kleqë. Qka me i thonë gruas? Dëgjaj disa përshpërit me ti pe njef këtë. Nuk më tremë se kam parë punë. Dhe nga kjo pozita ime këtu, neve nuk njifim ja, po jo zonë. Jo, të njef së ratin në ty. Lefri. Zonja dhe një qeshë është më tuaj i ti një jashtë. Sikur të kishit një vokal pak më të ëmbël. Një duha të kite për zënjë në qeshë. Ne në Kosovë jemi 7 vëllezër. Faleminderit. Unë jam me i populli. Kam përshëndetur zonin motën e Grën Bajramit dhe se pas kam njohur tash po e njoh. Zonin. Përqafimin pas shfaqjes. Ne ishim 7 vëllezër, apo? Se ndodhe harronjeri. 7 vllazën, 7 konata, 7 shtëpia. 7 parë miqësi, bashkëllak. Zëra veti zdahet ka lajpi vllazi. Konata që shini ju? Ronja vese juja. Hani me batë, hani me dojnë, që shini me batën, a i një minë, a i kithë minë e burën e, a i një krejnë. Që i shala në kejnë e gafti. Jam nesër atë popësit. Shumë mirë, ani mash mirë, ma nërët i pak ma. Po shumë që ki darë zotit një moftë, zotit një moftë. Sa hapa i ki bo për shanonën, zotit ta këthej. Të rikthejemi në temë. Ku ishin po të 7 vëllezër. Dhe si që të rendi, se cili vëllau duhet ta ketë shtëpinë e tij, është obligat. Filloj me bacën, pastaj me tjetrin, dhe kjo fundit është e më të vogël, si zakonisht. Dhe ku janë 7 vëllezër, fillon lufta pak më e madhe, kush po I merr plesht. Dhe ato konat të mdhaja zakonisht e gërë miqëri. Thotë, unë e kam bo mundin kur konet janë konë asë një, unë I pagru, I kam laj, I kam visht,
Ja, dini për që bëhet konata madhë, thunë ti që ka linda jo, ju nona jo. Jo. Kemi rastet e tilla. Dhe, tashi, po shkojmë në, për shemë, unë dhe Miria, shkojmë të bërnie, shkojmë t'i ku, edhe kur vjen, marrë diçka, bjem të shtëpia parë, tap, konata parë, ku ke? Qërë Mirin, qërë kesën plot. Shka bletët? Pra, fëstan tjetër ti. Zonja, unë e kule ku e marrë. 4.000 ku po me kule, kur fistan s'ku po. A dini kush? Ne kush shkajnë kulet? Në vetë s'veshen kulet. Nëna ime me kanari, bane po ma kulet. Edhe se duhen zemër, edhe ata ka njës mula zdru. Po vjen unë atë nej, po atja për bjema mi me pantollar. Ti shbova se ti kish po pantollar. Edhe, e ki mo, ftofët shpitave. Bajanoki. Ku ki është del një me një kushonim me pi kofës dja, po rran, i konë në bajanat? Po ku kjo, ma të sorën e vetë. Po jo, për konasës, ishim bashkë me syden për shemë, dhe kushorin e joni. Jo, e ti unë e këto pështetit e juja. Kriti din. Edhe me dalë, dikun, mos me qitë status. Ta shpo duhen, qërëki se të ngrun. U zakonisht se praktikaj, ka që Miria, nuk banë më këtë ku kaj botës bot, Miria, është e jo të javë. Tënë, pin kafe e konatit e vlavi tret, e ka një qapken. Dhe ajo shkrejta, s'pan bitë ta, pis pilosje. Te i që marrë pas qartë, më kjo punë qëto. Dhe një janë buka një mërë, po s'ki qarë pa u shi, pa tjetër me qitë statosa. Që, po dhe ju e qitë një. Po, edhe ju i një qasi. Po, kjo mjesa ju në qasi. Ama konata e qetë. Konata po. Tani kjo minatit konatës. Po shqa kishim bu marrë nemes me pas konata. Ma pak luft. Edhe e dini shka është kjo fjalla konata, e kuptoni dikush shka është se është konata. Si konata. Kunata. Dhe thënë, aq pak e donë kunaten, sepse po të mos e, po ta donte, do të thotë kunata, po ku dita. Dhe thënë, e kru. Ku dita. Shumë bukur, një dua të kitje për këtë proqen e ku dita. Respekt. Pa konata një do ishim heqi, se ne harrojmë se edhe ne jemi konata e konete. Gjithmonë të ke qikësha e fat një shpijt, jo bjeri në onës. Qite në shpinë, tonë dhe mas pori, atërë qitja dikona. A më qashtu? A më mos qeshë në që portit. Kurse se s'morë shumë mandatë qeshurit. Nuk jam mundu për të qeshe një ndalim neve. E kujtohet një kohë ku ca njerëz ju ndalë të qeshura. Nuk bëhen të qeshura pa vetë. Qeshura ka që si. Se do në qaj, kur do në qaj, po sa është për të qeshë. A ka emën Mihoni këtu?
Nëse kujtohet ajo shprehja rasti është mbreti i botës. Unë nuk e di që Sigurisht e ke ditë. dhe me që keni këtë temër do të ndojmë bashkë këngën e Mihanës, sepse besoj që një burrat më të lumtur janë ata që gruaja ka emrin Mihanet, që është një këngë e mirë dhe ai flen quhet në Mihanet. Gjon, shesh në Mihanet. Atëre, le ta fillon një tetovarin, ka na këndoj Mihanin, ama jo caucat e taulës. Begjeti pa buxhet. Ne dy të jo me begjeti, po dhe të këtë që të këndoj Mihanin. Po kan du ta në over ti? Mare të t'bjo. Nuk e prisja këtë nga ju. Ma t'i pardhet të këtë shkurt. Mare vendim të shkurt prej razi. Ca gjëra duhet të definohen. Nga tani nuk është më Mihane, po është Hatmane. Hatmane, Hatmane, Hatmane lushtë je. Hatmane, 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 Hatmane më përgjë. Një të Hatmane në posh me kule. Me kokë kishtë shami me lule. Sa e mirë tash po ndukesh. Të kisha majtës me kulbukes. Me najtë e shputit tash në fatës. I kisha thonë, i më qyqja natës. Hatmane, Hatmane, Hatmane lushka je. Hatmane, Hatmane, Hatmane u pranova për ty. Ja konfiskoj. Njerëzit më të mëzitshëm janë njerëzit të padisciplinuar. Apo ju mësuese dashur? Mësuese sa ime apo? Dua të pyetje për mësuese tonë. Dhe ka bë muzikë. Je live. Vera këtë të Ka pasur një kohë kur ne dhe ata kemi qenë të ndarë. Ka qenë është akua më dhimbshme dhe për të ndirë bashkë kemi gjetur metoda, mënyra nga më të ndryshme. Poetët tanë kanë shkruar për atë të Drinit dhe këtë Drinit. Këngëtarët tanë kanë thuar vargje tërthorazi se si do të ishte po të ishte. Tash, par gjaku të derdhur,
jemi pothuajse një. Dhe për të kujtuar këtë kohë, Beqoja do na këndoj një këngë, si ishte e kënga? Peshku I lumit do të bëhem. Peshku I lumit do të bëhem. Ta dëgjoni. Begjeti vije nga Tetova. Unë për shembull si Ramadan. Si Ramadan jam I lumtur që nuk jam nga Tetova. E dini pse? Se pastaj miria do quhej Ramadanajca. Begjeti pa buxhet po me plot lezet. Nëse I thrasë ka regjisorët që kemi sot një kanë nga ata, këtu s'ka vend. Dua trokitje për të gjithë regjisorët e pranishëm. Për dy zonjat nga ambasadat tona e u bërë Shqipëri. Për të dy artistët që janë këtu në skenë, për mësuesën tonë të çmuar dhe të dy kandidatët të çmuar. Dhe po e bëjmë si shkurt. Dua trokitje për Ben Apollonin që është patronin tonë. Autori në bashkëpajësi është edhe drejtuesja e studio aktrimit, Ylka Zëzakën Mustafa. Veli Berisha që e keni në Bern e ljum ju që e keni e menzina shumë ka herë që për ka shtau kë. Çka do bënim neve pa avdiun e shkret? Që krejt të loshet e aktrimit I ka për mi kry, luth 4 vllazë më të bëgjë dhe shtëpitë e tyre I marrën për mi kry.
që ka dhe shumë, por duhet të përmbyt me një farë e mbërësire si në fund. Gjeneta Suzak. Dhe nuk të kemi një foto të bukur, e ne të krenohemi që ku kemi qenë, i kisha tuar 2 zonjat zyrtare. Si dhe një zotëri i cili për nga drejqimi nuk i duhet dritë as natën sepse i vizlojnë qela. Sherifi! Është pjetë të bëj një rast, në brojmë ishim në vind të durë. Fëmijët e mi e shohin rrallë shpat në shërif, edhe paramentoje ja 7 qela të ikë për fëmijëve të mi. Shakini mure, shakini, thashtë, ka nuk të budal. Babi që ka njëkë njerëzit, pa të shërif, por nësë për në dhe të Kosovë, pa të shërif për Kosovë, po të rëmona. Si ta fëmijët tonë në pak hukta, të në këtë kër ata. Ata vëni, shumë faleminderit medjave, që kanë shprehur interesim dhe na kanë mbështetur, faleminderit nga Studio Phoenix, që ka qenë bashkë organizatore dhe bashkë ndërtare e këtij projekti. Petriti është përfaqësuesi i Studios Phoenix. Petriti atë radio, të gjithë juve që keni thënë ka një fjalë të mirë për neve, faleminderit nga zemra. Vezi de romantic. Sa kënë të qartë ta gjelan qita, për Kornera Vecianët, i kemi marrë bluset me qejiz, me ata të rrugë. Me qejiz, është ajo, po? Ju, zemër as traktor s'keni pasur. Kështu që... Ne kena shtëpia në punë se keni qafta. Jo, për ti, zonit, për ti, as që a i tonë Balkan në shpinë. Po, A ki po atë shpinë ku që të përbal? a ju ja? E ju ja. Këndë në fatali kemi llogaritur si zyrtare, po gjithmonë edhe për shkak që është, kush është, e kemi më shumë se modër. Faleminderit për gjithë. Të kërkojmë djesë, por ja që ju shohim tonën dhe ju, e pra, jemi një. Në fuaj pak më me zdo. Faleminderit gjithëve, do të thë zime edhe për humor shumë fin. Edhe një atmosferë shumë bukur që sot këtu. Bravo, ama ma thuaj me zë që jemi një. Jemi një. Jemi shumë rëtë. Zonja, të cila kanë merituar nga një buqet, por ne duhet ta zgjedhim njërin. Me qenë si dani dhe Susenida, po në emër të grupit Shërkuqe e zgjedhim Mihanën. Atëherë, me qenë se kjo drejtuesja jonë e studio që të monë është mësu me zapu, thonë një në vetë buqetat, këta e radha kemi zgjedhë Gjenin. Nuk e janë fatë. Drejtuesja, të jetë më shumë.
Keni gjë për të thënë? Ju lutem, kemi një aperitiv të vogël pak që kemi përgatitur. E di që sot pale se sa po të bëjmë pak kafe, të kënaqemi, të vazhdojmë. Se vërtet, Qoa de